Vuajtja për Trit Berishën ka marrë fund pas që 10 muaj që portieri kombëtarës ka mbrojtur sërish portën në një klubi evropian. Berisha u aktivizua titullar nga Häcken që parasoi 1-1 përpara Hammarbyt. Sfida ku debutoi kryetari shqiptar ishte e blefshme për javën e 6 të kampionatit flotes. Herë e fundit kur Berisha luante në një ndeshje për klube ishte në dhjetorin e vitit 2023. Më pas dëmtimet e mungesës një klubi ndoi që të mundonte fusha e blertë. Kontrata me Häckenin është e blefshme deri në fundin e këtij viti. 36 vjeçarja ka dalë në fillim që të fitojë vendin e titularit. E Trit Berisha ka çuditur shumë kënd me zgjedhjen që ka bërë duke u kthyer në radhët e Häcken në futbollin suedez, por portieri kombëtares shqiptare ka shpjeguar për Sport Italia se kishte marrë këtë vendim që të mos humbte një vit të plotë jashtë fushave të lojës. Kur erdha te Lazio ishte i lumtur si një fëmijë, gjeta një skuadër plot historinë në Itali dhe Europë të cilën e ndiqja që kur kisha filluar të shihja futbollin, e pastaj shumë lojtar të fortë dhe një tifozëri të madhe. Cili portier më pëlqen në Serie A? Do të thosha De Gea, pasi te Manchesteri nuk ka qenë asnjëherë i jashtëzakonshëm, ndërsa në Itali u transformua në mënyrë të shkëlqyer. Pastaj një tjetër që më pëlqen është Carnesecchi, që po bën një sezon të madh. Kishte disa mundësi që të kthehesha në Itali, por për arsye të ndryshme nuk përfunduan me sukses. Pastaj për të mos humbur një vit të tërë vendosa ta rifillojë në Suedi në këto muaj që kanë mbetur. Në ver do të rifleksojmë gjithçka. Shpresoj të bëj rrugëtimin e De Geas, tha duke qeshur portieri shqiptar. Ai u ndal më pas te komenti mbi një futbollist të kombëtares shqiptare që e njeh shumë mirë, Kristian Aslanin. Ai është një lojtar teknikisht shumë i fortë, kur luan te Shqipëria ja kaloi gjithmonë topin pasi ndihemi i sigurt me të, nuk fshihet të e kërkon gjithmonë. Po luan në një nga skuadrat më të forta në Europë, ndaj duhet të rritet çdo ditë. Ka gjithçka që duhet për të bërë një lojtar i madh, tha e Trit Berisha.